që përmbon padrejtësisht në Hog. Kujtohet takimi i parë me presidentin Hashim Thaçi apo ish kryeparlamentarin Veseli. Jeni takuar jo me ta? Gjatë luftës, sigurisht. Unë jam takuar me ta. Po. Shikoni, sot ata janë bërë burra të mëdhenj, udhëheqës me autoritet, figura që kanë bërë emër. Nështë edhe kjo është një nga arsyet që ata janë atje ku janë. Por atëhere, ishin ca djemë me kallash, që kishin marrë një vendim të luftonin për çlirimin e dhëut të tyre nga pushtimi dhe të shtjeronin ata qoftë duke dhënë jetën e tyre. Dhe ajo parola liria vdekja nuk është parolë formale. Ata burra që janë sot atje në Hag, qoftë edhe të tjerë që janë këtu në Kosovë, Absolutisht. mund të kishin me përmendore në për Kosovë, por fati i Kurseu dhe nështë fati i solli edhe ati ku janë për të na heq njollat nga historia, për të na pastëruar historinë nga njollat që duan të na hedhin të tjerë, për të na kriminalizuar luftën tonë. Sepse të tentosh të kriminalizosh luftën qeveritare të Kosovës përballë Serbisë, një pushtuesi që prej vitit 1846, 1846, mirë thash, deri në vitin 1999, ka zhdukur 77% shqiptarëve nga trojet që i ka pushtuar. Dhe ju që jeni sot brenda këtyre trojeve, jeni vetëm 23%, dhe jeni 4 milion. Pavarësisht nga coptimet që janë bërë, ca në Maqedoni, ca në Malzi, ca në Serbi, ca Kosova në vete. Kështu që geni kombëtar shqiptar është geni fuqishëm dhe ai asnjëherë nuk bën lëshime, pavarësisht se ka momente që duket sikur u shua, sikur ra, ama ne kemi një histori tepër dinamike që tregon se këtu në mënyrë të vazhdueshme është luftuar me intensitet dhe janë bërë gjithmonë vepra për ta larguar pushtuesin, por asnjëherë duke e kriminalizuar vetveten. Evidenca mund të bësh sa të duash, dëshmitar të rrem mund të bësh sa të duash, dëshmitar të instruktuar që janë mund. Unë nga mbrapa perdes sot mund të akuzoj gjithë liderët e botës. Por çështja është që nëse kam diçka, është mirë ta them hap. Sfida e parë e kësaj gjykate është se atje dështoi prokuroria. Prokuroria dështoi për faktin se kjo gjykatë është ngritur me